Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Arrestohet nga Renea Ylli Zalla i shpallur në kërkim prej nëntor 2025 pas atentatit ndaj Gilman Dodani dhe Muçi Shaljanit. Zalla u kishte shpëtuar disa operacioneve për arrestimin e tij. Ai u lokalizua pas monitorimit me dron nga policia, ndërsa ishte fshehur në një pyll në afërsi të banesës së tij në zallë të Fushkrujës. Në momentin e arrestimit, i shumë kërkuar i ka qenë armatosur me Kalashnikov dhe fishek. Një ditë më parë, një shpërthim tritoli dëmtoi banesën e tij. Ka përfunduar pas 9 muajsh arratia e Ylli Zallës, një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore i cili u kap mëngjesin e kësaj të hënë në një banesë në fshatin Zallë të Fushkrujës. Ky është momenti kur forcat speciale Renea prangosin 49 vjeçarin, i cili ishte i armatosur me Kalashnikov me 3 krora. Zona e pëllzuar ku fshehej Zalla u mbaj në vëzhgim me dron të teknologjisë së lartë Bayraktar nga forcat operacionale të drejtorisë së policisë Tiranë. Ai fshihej në një godin rreth 500 metra larg nga banesa e tij, ku mbrëmjen e së shtunës u vendos një sasi tritoli në derën e jashtme, ngjarje për të cilën policia dyshon se ishte inskenuar nga vetë Zalla. 49 vjeçari ka shpëtuar disa operacioneve policore. Në 3 raste në banesën e tij janë ushtruar kontrolle, ku janë gjetur arsenal armësh, lëndë plasëse, municione, uniforma policie, lëndë narkotike, detektor frekuencash e të tjerë. Brenda fatit ligjor, Zalla do të dalë përpara gjykatës penale të Tiranës për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Ky fundit po verifikohet edhe nga prokuroria e posaçme si person që dyshohet se ka ndihmuar autorët e atentatit mafios që u regjistrua në rreth rrotullimin e Rinasit në nëntor të 2025-s, ku mbetën të vrarë Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani. Zalla pritet të merret në pyetje nga SPAK në lidhje me këtë ngjarje, pavarësisht se ai ka mohuar të ketë lidhje me atentatin. Gjykata e posaçme lën në qeli Giuliano Hoxhën, 31 vjeçari u ekstradua një ditë më parë nga Britania pasi ishte në kërkim për kultivim kanabisi në 2 sera të zbuluara në Berat disa vite më parë. Në lidhje me këtë zhvillim, do të komunikojmë menjëherë me kolegen Alketa Shaba. Alketa, të përshëndes. Na informo më tepër mbi vendimin e gjykatës posaçme, por edhe aktivitetin kriminal të Giuliano Hoxhës. Të përshëndes, Jeta, gjykata e posaçme antikorrupsion ditën e sotme vendosi të vijojë masën e sigurisë arrest në Burg, vendosur më herët ndaj Giuliano Hoxhës, një person i cili u ekstradua ditën e djeshme nga Britania e Madhe në drejtim të Tiranës për llogaritë e prokurorisë posaçme antikorrupsion si person që dyshohet si përket një grupi të strukturuar kriminal i cili ka marrë pjesë në kultivimin e 870 kg kanabis, e cila u gjet gjatë një operacioni në vitin 2022 në fshatin Drejnovic të Beratit. Ai doli përpara gjykatës ditën e sotme para gjyqtarit Bip Ndreca dhe prokurores gatshme Elida Kaçkini, kur përpara të dyve në fakt nuk pati pretendime lidhur me akuzat e ngritura nga ana e prokurorisë posaçme apo qoftë për përfshirjen e tij në këtë grup të strukturuar kriminal, ndërkohë që u mbrojt nga avokati i caktuar nga shteti zoti Ben Peci. Në fakt, Jeta, Giuliano Hoxha është arrestuar tetorin e vitit 2025 nga policia angleze për llogaritë të shtetit shqiptar, ndërkohë që në prill të njëjtit vit aty u caktua masa e sigurisë arrest në Burg në mungesë si person që dyshohet për disa vepra të kryera për disa akuza të kryera nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion. Konkretisht bëhet fjalë për një hetim i cili është kryer nga prokuroria e posaçme në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit në vitin 2022, ku u zbuluan disa sera në fshatin Drejnovic të Beratit. Konkretisht ato kohë u ndaluan 150 persona në mesën e cilave ishin 95 gra të cilat merreshin me pastrimin e hashashit. Sera ishte në pronësitë e shtetasit Hamdi Dyli, ndërkohë që ishte ndarë pikërisht në 4 pjesë, secila me një sipërfaqe prej 2 dynym. 11 persona në ato kohë vënë në pranga, ndërsa në tim u morën edhe 57 efektiv policie, ndërkohë që 7 të tjerë u përjashtuan përjetësisht nga radhët e uniformave blu për shkak se kishin lejuar pikërisht kultivimin e kësaj sasie të madhe të kanabisit në fshatin Drejnovic. Fillimisht Jeta, çështja u regjistrua fillimisht në prokurorinë e Beratit për t'u hetuar, megjithatë ishte organ akuza i cili evidentohej që pati element të grupit kriminal dhe që kishte konkretisht 2 grupe kriminale të cilat fshiheshin pas
kultivimit të kësaj sasie të madhe kanabisit dhe për këtë arsye i kaloi prokurorit Behar Dibra pranë prokurisë posaçme antikorrupsion për ta hetuar këtë çështje. I gjithë grupi për disa personazhe në fakt është dënuar më herët nga shkalla e parë e gjyqësorit, ku dënimin më të lartë kanë marrë dy drejtuesit e grupit kriminal, konkretisht Sadetin Hasanaj dhe Blerim Xheka, të cilat janë dënuar me nga 8 vite e 8 muaj burg secili. Tani mbetet për të parë se si do të zhvillohet procesi gjyqësor në ngarkim të Xhuriano Hoxhës, për të cilën e fakt ka qenë pezulluar gjykimi, duke qenë se ka qenë një person i cili nuk ishte ekzekutuar ende masa e sigurisë arrest në burg ndaj tij, dhe në rast se ky fundet gjendet apo jo fajtor nga ana e GKK-s, lidhur me akuzat që janë ngritur nga struktura e posaçme antikorrupsion. Alketa Shabat, falenderoj për raportimin. Vazhdon lufta me flakët në parkun kombëtar të Lurës për të shuar vatrat të cilat janë aktive prej ditësh, po ndërhyjet edhe me 2 avion nga ajri. Operacioni për shuarin e flakëve vazhdon edhe në Dajt, ku nuk ka rrezik për banorët. Në të gjithë vendin sot janë aktive 8 vatra zjarri dhe 3 të tjera në monitorim. Vendi vijon që të jetë nën mbi zotërimin e zjarreve, kryesisht në zonat pyjore, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 8 mbeten aktive dhe 5 janë nën monitorim. Situata më e vështirë rezulton se është në Gur Lur në Dibër. Për të vënë nën kontroll flakët në këtë zonë janë angazhuar mbi 200 forca, bashkiake, vullnetar dhe efektiv të forcave të armatosura, të mbështetur edhe nga 2 avione Air Tractor. Korridoret e hapura në terren kanë penguar për hapjen e zjarrit drejt banesave dhe aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara. Po ashtu në malin e Dajtit vijojnë të jenë aktive disa vatra, ndërsa po ndërhyet si nga toka edhe me 2 helikopter të forcës ajrore. Aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara, ndërsa vatrat në Prisk dhe Vakumone janë nën kontroll dhe po monitorohen. Në 24 orët e fundit është raportuar një zjarr edhe në një zonë kodrinore në fshatin Qeshbardh në Vlorë, ku era e fortë ka favorizuar përhapjen e flakëve. Disa vatra zjarri janë konstatuar edhe në Qaf Helmës dhe Bruç të Bulqizës, në Lufaj të Mirditës dhe Fushlaj të Pukës. Në operacionet për menaxhimin e situatës në të gjithë vendin janë angazhuar në total 535 forca operacionale dhe 51 automjete zjarrfikëse, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur me 100 efektiv, 2 automjete zjarrfikëse, 3 helikopter dhe 2 avione Air Tractor. Zjarret e këtij gushti kanë djegur qindra hektar tokë në Mallakastër dhe Patos, që kanë qenë 2 nga zonat më të goditura nga flakët. Të dhënat paraprake flasin për rreth 100 hektar në Mallakastër dhe rreth 30 hektar në drenijet të Patosit. Banorët kanë pësuar dëme kryesisht në ullishtet e tyre, por dëmi mjedisor në terren është i rënd, pasi pyet me pishë të butë kërkojnë dekada për ripyllëzim. Mbi 130 hektar pyje dhe ullishta të shkrumbuara është bilanci paraprak i zjarreve të rëna gjatë kësaj vere në Fier. Flakët që përfshin Patosin dhe Mallakastrën kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik dhe mjedisor. Komisar Alket Halimi rrëfem përballjen e ekipit të tij me flakët në Drenie, një betejë që u zhvillua për herë të tretë për të shpëtuar atë që quhet mushkëria e Fierit. Zjarri kishte për masa shumë të mëdha. Në zonën e Mallakastrës në fshat atje kemi shpëtuar banesat dhe zjarri hyri në pyll dhe ishte pamundur ndërhyrja se ishte terren shumë i vështirë. Zjarri mori për masa, si thash më lart, që në momentin që fut në pyll ishte pa përballuar nga forcat zjarrfikse për shkak të terrenit dhe për shkak të erës. Ai tregon se zjarret e rëna këto verë rezultojnë më masive të regjistruara në më shumë se një dekadë. Kam 13 vjet jam shefi i shërbimit zjarrfikës në Patos. Ky është zjarri i tretë në zonën e Drenies, zjarri pyet 13 vjetëve. Ky ishte zjarri, po të them, zjarri më i keq në kuptimin që na erdhi nga Bashkia Fqinje dhe ishte tepër e vështirë ndërhyrja te zjarret e 2 viteve apo 6 vite më përpara kishim edhe mundësi ndërhyrje, sepse i tillë ishte pozicioni i zjarrit, kurse ky ishte zjarr tepër i keq dhe tepër i sfiliti çunat e shërbimit zjarrfikës, u lodhen maksimum, por të gjithë bashkë neve ja dolëm me sukses ta mbyllim këtë vadrë zjarri.
Në Mallakastër, bilanci i dëmeve në ullishta dhe vreshta po verifikohet nga inspektorët e bashkisë. Bilanci përfundimtar pritet të dalë brenda disa javëve. Zjarret nisën një proces zinxhir në 31 korrik e po ashtu vjuan në 13 ditët e para të gushtit, duke u shoqëruar me vatra masive, ndërsa rezultuan me dëme të mëdha në ullishta dhe pyje, konkretisht në Mallakastër dhe Patos. Nga përplasjet në rrjetet sociale në ato fizike në bulevard, jashtë të quajturi revolucioni i flamingove ka mbërritur të grushta dhe tensionet mes vetë protestuesve të pakët para kryeministrisë. Mbrëmjen e së dielës sherrri mes dy grupeve të protestës, e cila po bie gjithnjë e më shumë, ka nisur për drejtimin dhe organizimin e saj, por mes tyre ka pasur dhe akuza për administrimin e fondeve të mbledhura për protestën. Sherrë dhe përplasje të fortë të shënuar mbrëmjen e së dielës në protestën para kryeministrisë. Përplasja duket si mes dy grupimeve që kanë dalë në sherrë prej fillimit. Ata janë përplasur fizikisht mes tyre dhe ka qenë ndërhyrje e personave të tjerë që shmangu agravimin e situatës. Ky moment nuk ishte i vetmi që shënoi sherrin aty. Këto pamje tregojnë se përplasja ka vijuar deri pothuajse në fund të qëndrimit të protestuesve në shesh, pasi sërish në fund shfaqet sërish një person që godet fort një tjetër. Kjo përplasje dytë vjen sërish pas një debati mes një grupi më të ngushtë personash. Më pas të gjithë drejtohen në të njëjtin drejtim, ndërsa personat ndahen me ndërhyrjen e të tjerëve. Të dielën protesta e ashtëquajtur e revolucionit të flamingove ishte në ditën e saj të 78 dhe dukshëm pjesëmarrja ka rënë në këtë mesgusht. Por kjo përplasje që kaloi në konfrontim fizik mes grupeve organizatore duket së shmbartur gjatë ditëve të fundit, ku palët mund të kenë patur mosdakortësi apo akuza mes tyre. Përmbyllim këtu edicionin e mesditës, unë një rikujtoj dhe ju ftoj të në ndiqni në web faqen tonë, BC News Pikal, ku do gjeni këto informacione dhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, transmetimin tonë të drejt për drejt e ndiqni edhe në valet e radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me kolegu Nertan Prifti në Sport Center. Bashkë mirë pafshim.